shoqërinë e gabuar në vendin e gabuar. Shoqërinë e gabuar në vendin e gabuar. Një sekondë. Arion, të lutem. Do marrësh masa në respekt të investimeve në zonë, të lokaleve në zonë, të ekonomisë zonës, të zhbllokimit të zonës, hoteleve në zonë. Dhe nuk bëj asgjë, kam në tepër familje së murë. Vetmja keqardhje sot. Vetëm të marrin zvarr në raj. Vetmja keqardhje sot dhe ju jeni gazetarë. Vetmja keqardhje sot është ekonomia e zonës aty. Janë tregtarët aty, janë lokalet aty, janë gjithë bizneset aty, të cilët sot kanë pas një ditë të mbyllur. Një pam qepena, një pjesë e qepenave ishin të mbyllur. Për shkak të masave të policisë. Atëherë, ata njerëz që kanë shkuar atje sot për të bërë dhunë dhe kanë marrë dhunë mbrapsht, nuk kanë kohën kaq shumë sa ne këtu në studio. Ata kanë shkuar qëllimisht e kanë ditë shumë mirë që do hanë dhe dru, do hanë dhe gaz lotësjellës, e kanë ditë shumë mirë që do ofrojnë dhe polici, e kanë ditë shumë mirë që edhe mund të arrestohen, dhe janë shumë më pak të shqetësuar se sa që jemi ne që komentojmë për ta. Dhe aq më tepër, dhe di pse e kanë ditë shumë mirë, se kanë shkuar dhe filmojnë dhe veten. E kupton? Bile njëri atje thoshte që kam fëmijë në shtëpi. Po çfarë do më bëra ke fëmijë në shtëpi, çfarë do atje, e kupton? Lajmëroni bashkëshortën. Po, pra futja kohë. Muhabetet domethënë që është një sociopati e tmerrshme kjo që nuk po i hy fare këtij diskutimi. Ata njerëz që kanë shkuar atje për të dhunuar deputetët e parlamentit, e dinë shumë mirë që kanë shkuar për dhunë. Dhe mos i nënlësoni më burr, ti respektojnë për atë që kanë bërë. Ati thoni, po, bravo qofto, çuna se jeni shumë të zot, keni shku, keni bërë atë që ne nuk e bëjmë dot. Unë se bëj dot. Shkoj të zë rrugën e tij, ti them atij që i kolegen, i përfaqëson gjymë vezë, gjymë mill, shumë më bë. Ata e kanë bërë dhe kanë marrë dhe kostot Pra, Ylli, po thua ata kanë shkuar qëllimisht të ushtrojnë dhunë. Po! Nuk janë provokuar. Kanë shkuar qëllimisht të ushtrojnë dhunë, me vezë në xhep, për çfarë shkon? Ku që ti vezë? Kërkojnë shërë. Po qesë edhe vezën dhe domatën e qumë. Vetëm ta përfundoj pak, që do të dëgjojnë të gjithë. Jemi edhe policisë vezë domate, po, ja, tani të vinte proporcionalitet. Mos jemi gazë. E thënë shqipë kërkojnë shërë. Mos jemi piper. Tani, jo më jemi Jemi edhe policisë vezë dhe domate, me që policia ato arka. Mjeti dhunshëm, po, se nuk ruhet rendi me domate dhe me vezë. Kur flasim për proporcionalitet, kur flasim për proporcionalitet, gazi kundër vezës. Ja vetëm ta përfundoj. Me flaka betoni nga kaq që me vezë domate. Mbasi ëngrën mirë dhe janë Me që po flet Manjani për proporcionalitetin. Po ju shpjegoj sa ajo shkak pasojë. Ja përfundoj logjikën e proporcionalitetit. Proporcionalitet nuk do të thotë që mjetet janë të barabarta. Pra ti më gjymë vezë, unë gjymë vezë. Mos shkojmë në ekstrem tani. Se nuk jemi të Na ikon koha që nga këtu vjen reagimi. Ata djem sot janë nisë për dhunë të dera parlamentit. Ata janë nisë për të protestuar. Ata janë nisë për dhunë të dera parlamentit.